Ëmbëlsirë e shpejt me mollë, një recetë e thjeshtë për ta përgatitur dhe del me të vërtet shumë e shijshme. Si fillim do të na duhen 3 vezë, të cilat janë në temperaturë ambienti, 100 gram sheqer. Do t'i rrahim mirë vezët bashkë me sheqerin për disa minuta derisa sheqeri të shkryhet plotësisht dhe masa të jetë dyfishuar. Pasi masa është dyfishuar, do t'i hedhim rreth 60 ml vaj. Do vazhdojmë ta rrahim përsëri. Më pas do t'i hedhim mielin, gjithsej për këtë recetë kam përdorur rreth 200 gram miell, 10 gram pluhur pjekës. Nëse nuk keni pluhur pjekës, mund t'i hedhni një lugë çaji sodë buke, edhe gjithashtu vanilje për t'i dhënë një aromë shumë të mirë. Siç e shikoni, mielin e kam setur më parë. Do vazhdojmë ta përzijem në mënyrë të ngadaltë. Do vazhdojmë ta hedhim mielin pak nga pak në mënyrë të vazhdueshme dhe duke përzier derisa mielli të mos ngelet më me kokriza. Tashmë e kemi gati. Do ta lëmë njanë dhe ndërkohë do të marrim një mollë mesatare dhe do ta presim siç e shikoni në video, pa ja hequr lëkurën, por duke i pastruar pjesën e brendshme. Do ta prem holl dhe do ta vendosim më pas në tavë. Tek tava në të cilën do të hedhem mollët, poshtë kam shtruar letër pjeke në mënyrë të tillë që të mos ngjise dhe dalin më kollaj keku, dhe sipër do të hedhim masën që përgatitëm. Më pas do ta vendosim në furrë të parangrohur me 180 gradë për rreth 25 minuta në varësi të furrës. Pasi është pjekur, do ta lejmë të ftohet pak. Dhe më pas do ta kthejmë përmbys dhe do të heqim letrën e pjekjes që kishim shtruar pak më parë poshtë. Pasi heqim letrën sipër për ta dekoruar dhe për të dukur më bukur, unë i kam hedhur sheqer pluhur. Do ta presim. Dhe tashmë e keni gati për ta konsumuar. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.